kohë me mua në studio është bashkuar kryeredaktori i Euronews Mili Xhani. Mili, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Duket se do kemi një maraton të gjatë me procesin e numërimit, që jemi ende tek subjektet. Jemi ende tek subjektet dhe duke sikur sapo ka nisur, sepse rezultatet këto që po shohim aktualisht, flasim për 1000 kutit e para, pak më shumë se 1000 kutit e para nga 5000, që është me këtë ritëm duket se jemi akoma në fazën e parë të zgjedhjeve, por ka dalë një lloj pasqyrimi, një lloj trendi që vlen të analizohet dhe tregon se si ka ecur deri tani situata dhe çfarë pritet deri në përfundim të tyre. Dhe nga ajo që shohim deri tani, me kënaqësi mund të themi që shohim një pasqyrim dhe të sondazheve të barometrit. Paktën deri në këtë fazë. Është herë të bëjmë analiza të tilla, por tregon një lloj prirje të votës që siç e kemi parashikuar është përqendruar tek partitë e reja, nëse mund të themi. Ka një lloj këto mund të quhen deri tani surpriza e këtyre zgjedhjeve. Me aq sa dim, gjithmonë jemi në fazën që nuk mund të bëjmë analiza të thelluara dhe jo përfundimtare. Ne thjesht po marrim vetëm rezultatet çfarë kemi deri tani, pra paraprake, por duket se ajo çfarë është ndoshta po them shqetësuese për një demokraci është një fitore shumë e madhe e Partisë Socialiste pas 3 vitesh, pas 3 mandatesh. Sigurisht, ndaj thash ka vend për analizë, ka vend edhe për rishikim të shumë gjërave nga ana e opozitës, por nuk mund ta gjykojmë ne a është e mirë apo e rrezikshme për sa sovrani foli, ne thjesht mund të bëjmë një lloj vlerësimi mbi leximin e kësaj vote. Sigurisht që një mandat i 4 me këtë numër votash, atë që shohim deri tani, është pak shumë do thoshe egzageruar me këtë mbështetje dhe tregon që duhet riparë edhe mënyra se si partitë u afrojnë njerëzve, çfarë u afrojnë programet, alternativat. Duhet një rishikim i gjithë skenës politike në vend, sepse ky rezultat deri tani kërkon një reflektim shumë të thellë. Sepse është mungesë besimi mirë tek Partia Demokratike, apo tek partitë që dolën nga Partia Demokratike, po duket se nuk është se ka ndonjë besim të madh as tek partitë e reja. Sepse kjo është gënjimi ndoshta nga dy të mëdhajat, nga një qeverisje për 3 mandate një partie, apo nga gjithçka çfarë ndodhi në Partinë Demokratike të gjitha, ndoshta mund t'i shtynte njerëzit drejt partive të reja. Unë them që ky rezultat është pasojë pikë së pari asaj që ndodhi në PD këto 2 vite. Besoj se kjo është evidente për të gjithë. Partitë e reja, pastaj një pjesë e tyre janë produkt i asaj që ndodhi në PD, ose mënyra se si u menaxhua dhe si reagoi opozita ndaj asaj që ndodhi në PD, qoftë me non grata, qoftë me sjelljen ndaj leadershipit të PD-s. Është një rezultat që kërkon një analizë shumë të gjerë dhe ne harrojmë faktin që ky sistem elektoral nuk u jep mundësi partive të reja sa do të kenë njerëzit e dur apo alternativat më të mira, është ndërtuar në mënyrë të tillë nga 2 partitë kryesore që gjithë hambarin e votave ta grumbullojnë në dy kampe, duke krijuar edhe këtë lloj ndarje dhe këtë lloj pasqyre, këtë lloj ngjyre të një trajtshme të gjithë Shqipërisë me një diferencë të vogël. Domethënë aty po na aq sa shohim ka plot vota që kanë marrë partitë e tjera, por nuk pasqyrohen në mandate. Dhe njëjta gjë kam iden edhe në finale, kur gjithë kutitë janë numëruar dhe ka dalë rezultati final. Kështu që mendoj se ky rezultat ka nevojë edhe për një lloj reflektimi të mëtejshëm, nëse mund të ndodhi tani me këtë mazhorancë po krijohet për ndryshime në kod zgjedhor, është pak e vështirë të flitet, por ky kod zgjedhor duhet të pësojë një lloj ndryshimi, sepse nuk pasqyron më as vetë ndarjen e shoqërisë, as vetë bindjet politike dhe as vetë kam iden dhe as vetë ndarjen sociale të vendit tani, me këtë lloj konfigurimi që ne po shohim deri tani. Mirë, po prapë duket se ndoshta elektorati shqiptar ka pak të vështirë të dalë nga tradicionalja. Janë të gjithë elementet dhe përballë shumë partive dhe përballë një opozite të paqartë kryesore, njerëzit thonë më mirë vazhdojmë me projektin që kemi dhe më mirë zgjedhim edhe formulat të tipit do shkojmë në BE dhe pa i hyrë programeve, sepse realisht si vjet në këto zgjedhje kishte programe që mund të ndaleshe. Partitë ndryshme të vogla, po kishin disa alternativa që vleni të